Po, faleminderit për interesimin. Sot është një ditë feste për gjithë qytetarët e Vlorës. Sot janë vetë qytetarët e Vlorës sovrani i qytetit të tyre dhe i ftoj që të gjithë që të vinë të votojnë dhe të zgjedhin djalin e tyre, opsionin e tyre më të mirë të qytetit të Vlorës për të gjitha problematikat që të gjithë i njohim. Sot është detyrim i të gjithë qytetarëve që mos a lëm votën, që të fleri në sirtarin e shtëpisë apo në dhomën e pritjes apo të kafenes së lagjes. Unë i ftoj që të gjithë që të vinë, që të votojnë, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për qytetin dhe për të ardhmen dhe për zhvillimin e qytetit të tyre. Sot a keni diçka të thënë për pjesëmarrjen e votuesve e cila duhet pak e vakte deri në këtë moment të pak? Historikisht, ju siç e dini, historikisht Vlora ka qenë me një pjesëmarrje të ulët. Unë pikërisht për këtë e bëj ftesën që të vinë që të gjithë qytetarët, sepse shpeshherë më pastaj janë ato diskutimet që i kemi në përditshmërinë tonë, edhe ato nuk kanë më vlerë. Të gjitha diskutimet që ne bëjmë në tavolinat me të gjithë miqtë dhe shokët tanë, unë prandaj u bëj thirrje që të gjithëve, është momenti, është koha për të bërë një ndryshim rrënjësor dhe Vlora të marrë dhe të ketë një pjesëmarrje jashtëzakonisht shumë të lartë dhe unë i ftoj sinqerisht, ju lutem, ejani, çohuni, shpenzoni 10 minuta të jetës suaj për të ardhmen e qytetit të Vlorës, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Ne këtu jemi ofruar për ju dhe unë personalisht premtoj maksimumin tim për të ardhmen dhe zhvillimin e qytetit të Vlorës. Si po duket procesi deri në këtë moment? Keni pasur probleme, keni raportime për probleme vonjesa? Deri në këto momente nuk ka ndonjë problem për sa i përket zgjedhjeve dhe KQZ-ve apo kutive të votimit, por ka një problem të vetëm, të cilin e kam bërë dhe denoncim në statusin tim. Është një faqe në rrjetet sociale e cila ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin për heshtjen zgjedhore dhe i bëj thirrje dhe i them që të bëjnë kujdes, sepse ne nuk do të lëmë asgjë dhe ju e dini edhe nga aktivitetet e mia shoqërisë civile që unë nuk lë asgjë pa denoncuar, sidomos një rast si ky. Çfarë faqe është? Faqja Vlora. Sa besoni zoti sot tek fitoria? Jashtëzakonisht shumë. Ju e dini, ju jeni bashkëpunëtarët e mi në çdo nisëm të shoqërisë civile, që unë gjithçka që e nis shumë seriozisht dhe i vë maksimumin e forcave, të energjive dhe të gjithë njojtjeve dhe të shoqërisë time, e cila sot është në nivelet e impenjimit maksimal për të arritur një fitore jashtëzakonisht të madhe për qytetin e Vlorës. Prandaj u bëj thirrje edhe një herë, ju lutem me dorë në zëmër, ejani, mos e neglizhoni sepse është dita juaj e Vlorës sot. Pse qytetarët vlorënjak duhet të zgjedhin emrin këtu për të votuar? Sepse unë kam shpalosur të gjithë programin dhe jashtëzakonisht e them me bindje të plot, kam programin më të mirë dhe jam një djalë i cili ka lindur dhe është rritur në këtë lagje, këtu kam filluar shkollën fillimisht në këtë zonë votimi ku sapo votova sot, dhe jam një djalë që jo vetëm dua me shpirt, e kam marrë aromën e këtij qyteti që në momentin që kam lindur. Nuk jam një kalimtar dhe nuk jam një pseudo idealist. Jam idealist i vërtet dhe këtë e them me shpirt. Faleminderit. Faleminderit ju.